Kur ta marrish një punë, ço deri në fund. A ki pari me rregull apo? Ço deri në fund tamam. Ama sabër me bo, se pa sabër zmahet. Si kur neve, a kena rastin me të hoxhallarve? A keshon terroristi, maj keqi terroristi i Kosovës? A mani me ju kujtu ata? Ju a kujtuat një me që jam unë terrorist? Pash zotë në keni kujtuat që një me jam, a? Si t'jam unë terrorist, atë kretë kush falet në këtë gjami është terrorist. A pajtohani kështu? Jo. Thoni juve jo, po që veç ti. Allah i nga përcop bënë sabër. Pse rruga e xhenetit është me vështërsira. Rruga për xhenet ka zamete. Pse? Se artikulli është i shtrenjtë. T'ja pedo një artikull të mirë original, po. Më s'pedo t'i si kur ta ata që shesin ka €1. Ha? Më s'pedo një kërë, një limuzin, një benz me €1. A ka që shto të kundë? Ngone pejgamberi që ka pëthat, ela inë silat Allahi ghalije, artikulli Allahu që ka kriju është shtrenjtë, gjeneti është i shtrenjtë. Aty bëhen duhet me bo sabër, të thojnë fjallë tronte, të ofendojnë, por e kanë ofenduar Resulullahin alayhi salatu wassalam. I kanë thonë Resulullahit me gjdun, ti qmendur je, budal je ti. Ti je poet, vargje por da lexosh. Ti je në ndikim gjinit. Gjinit ju të ka bon kështu me folë. Jo vëllazëri, Kur'ani është kelamullah, fjale Allahut që duhet në mu knaqë me ta, alhamdulillah. Prandaj dashta me ju thonë për sot, fasbir li hukmi rabbik, me majtë sabrin rrugë të Zotit.